Qa ke folë me atë? Ai ka folë me mua për mu? Po. Dhe... Po pse s'ka ardhë flasi me mu? Shmuhabeti ati, së shmuhabeti... Se me që sot e pas ka pas me qep, se ka pas kur ka folë me ty atë ditë e vitë e ke mu? A i ka një avë që e ka me qef. Ka ardhë të dybe? Po, pramin e kaluar, për pare pramit kaluar, në ka përshtypje se a i ka menduar që do bëhet namit e prami për këtë çështje dhe mendoj që është zgënjur që u folaj shpak për kryefemerllokun e tij. Pra që i ram shumë shkurt. Dhe që nuk doli pjesa e Ilirit, sepse ai në shezllon më pyeti çfarë mendimi ke ti. I thash mendimin tim, i thash unë nuk kam fol, sepse nuk dua që ta zjas më këtë temë, të takon ty. Unë kam probleme të tjera me ty, i thash, të cilat nuk kanë lidhje me kryefemerllokun tënd. Që ta kam shpjegu çfarë probleme shkam. Po. Ndërsa i thash nëse ke diçka me Ilirin, se tha kam me Ilirin, po ja do ta sjerëm sot ndark. Nëse ke diçka me Ilirin, i thash, është mirë për ty, për gjithë njerëzit që shohin, që të mos ta ruash, ta rezervosh për sot ndark. Të shkosh ta flasësh direkt, se po e rezervove për sot ndark, del si gjithë tjerë që kanë rezervuar gjëra ndark. Dhe më tha dakord e kuptoj dhe kishte thrit Ilirin, nëse e mban mend, e kishte thrit Ilirin. Ilirin duket ishte i zën. Sa isha zgjuar nga gjumi. E pra ishte i zën. Dhe i kam thënë, do më presësh, sa të zgjohem dhe do ta diskutojmë këtë gjë. U zgjova, piva kafen, shkoj e thras, i bide u kryzum, e i thash ke 2 minuta ta sqarojmë këtë gjë. Po pra. Jo tha nuk du ta flas më. Po, dhe pastaj sepse ka qenë prime i afër. Dhe ai ka menduar se kjo temë do të diskutohet në prime. E kupton? Dhe është gënjur për faktin që nuk është diskutuar në prime. Dhe tani, duke qenë se nesër është prime, e hapi prap, sepse po të ishte ashtu keni 5 ditë kohë që mund ta kishit 5 ditë. Sa i bie? Unë as kisha për t'i shku, as kisha për t'i fol më. Mirë, pra, po ta shpjegoj që unë kështu e analizoj këtë situatë. Për sa kohë nuk është fare çështja e enëve, sepse enët mund të zëvendësoheshin nga një njeri tjetër. Mund ta bënin dhe të rinjt. E bona kam bodhe unë herën e parë, unë me më. Ti kujto se unë nuk i laj enët, ose se nuk... Jo, se kujto më thërë, thjesht i kom pa dhe i kom bërë. Unë qef modh me la pjata nuk kom. Nuk është se kom. Sepse në shpi, unë e kam deklaru gjithmonë. Unë vej lavatrishën, pres lavatrishën, në shpi, them në shpi time. I ndej robat, i mbledh robat, kam i nati palos. Nuk e kom këtë gjo me palos robat. Unë gatuj, unë laj, unë shplaj, pjatat nuk i laj. Nuk e kom këtë gjonë, por kur ngelin i bëj, nuk është se nuk i bëj. Kupta? Po ti të ndish mu të thush i ke laj një herë, pra ma pas ke shumë nuk ditën kur i kam bo. Janë boshe. Gjithë që nuk është e vërtet se kam për 2 herë. Dhe sa ditë kanë galu dhe 3 ditë tjera kam ndodhë, jo sfida, jo izolimi, nuk e di që ka pas, sos ka pas uj. Ka qenë Dorelani, ka qenë dhe Flia sot. Ka qenë Dorelani, bravo, ore si maj menu. A i pas ka shkrujt në tefter, pas ka ardhë të bo X-at, Iliri, pjatat, sot, vetëm punët e mija pas ka matë. Kupto? Ku ka qenë gjoja ati? Që hajtë shohim ka rrujt mas dere, i lau si lau, mas dite pjatat, ndrejt pjatat ky. Për në e më tha mu më duke tje që lese i la i lirë, i thashun, e më s'ka që nëzë se ka për shef. E ka pas vetëm me mu këtë sistem, kontroli. Sepse gjithë tjerët që kanë bo që kanë dash, ose s'kanë bo fare as i gjo, a i si ka rënu as i gjo. Pra e ka me paramendim dhe me përcaktim këtë gjë. Në drejtimin tim. Shumë e thjesht. Tani, vjem numro mu, mirë thot, 2 herë i ke bo. Po 3 herë tjera pëse si ke bo. Po bëm këtë sfidën, bëm këtë izolimin, bëm Dorelanin, bëm Flin, uj s'ka. Ti më vjem mu më thu, hikla i pjata s'kontrolloha ka s'ka uj. Për më tepër që e dinte se ja pas ka thonë. Tani, kush e ka me të keqe këtë punë? Pytje. Po mi pra, kush e ka me të keqe këtë punë? Unë që i përgjijem ati, apo aji që vje krizët me mu? Maro filmi. Ka dash? Ishte shumë e zgjithshme. Dhe nuk ishte pse shkonte deri këtu, nëse do flitej realisht për pjatët.
Po nuk e ka për Por nuk është fjata problemi. Se më doli nga ashtu siç tema ka folë me pastaj. ty, ka folë me mua dhe ka folë dhe me tjerë për të muhabet. Nga Dhe mua kjo gjëja, në rast se e flasim tamam, mua kjo gjëja që Ti flet me gjithë. ti flet me të gjithë, duke më nxjerr keq me të gjithë, se unë s'kam mënyrë të shprehem, edhe i fut në vesh njerëz, s'po flas vetëm për këtë rast, po flas edhe për rastin tim personal, dhe shkon në vesh gjithëve, edhe krijon Spica. piu, dhe për ma thënë mua, ose me mua e ke cekur shumë superficialisht, mua në rast se marr vesh, siç e kam marr vesh, mua më tjetërson komplet. Hajde e flasim bashkë, edhe në rast se do mund të hapim dhe diskutim të Oxhaku kur rrim aty te gjëja. Po mos shkoj një nga një nga njerëzit, se pastaj kur përballem me njerëzit, e shoh që fjalia nuk ishte e njëjta ose kontesti nuk ishte i njëjtë dhe pastaj del ti keq. Dhe nuk po flas për Indrin në këtë rast, që edhe ai mund të jetë pjesë, po flas për njerëzit që e kanë bërë me mua. Është hizër, më. Si ishte hizër dhe me Vanesën, që se do t'a dish trosh mendimin tim. Pse? Komplet. Si që është sol, si e rretin fillim, si i dha pit stopin, si u kthy, si nuk u kthy, si ka po gjatë gjithë kohës me atë, ndroj krevatin për skaramansi, rri vetëm flej aty kur kam nevoj për ndihmën e gjurit, pastaj iki prap te krevati im, po qa pu rrihet i më? Me i gotë Flori aty, që ta dhonë gjithë oksigjenin e kësaj bote. A x? Dhe mund përmend ti je gjoja une, që ose unë jam gjoja ti e kërm aty. Nga sjellja. Kërm. Falso, aktori dështum. Ej, mos fillo ko tani. Aktori dështum ka qenë me Vanesën ai. As pa heq njeri nga koka. Këtë mendim kam, këtë do mbaj. Këto gjona kam pa, këto gjona kam analizu. Shumë e thjesht. Pse a thot gjitha të shpreh që se unë e pyeta për Vanesën, tash si unë di. Ai fillon du shpreh shumë. Po mos shpreh. Ti mendon që do shpreh ai? Ajo mbetet për të parë kur të dalin jashtë. Nuk ka pse ta diskutojmë këtu kur njëri nga çifti nuk është këtu. Nuk janë më këtu, nuk janë më bashkë këtu. Kështu që kur të jenë jashtë, atëherë do shifet. Kanë ardhur te Kolibja kur kam qenë izolum ky i pari. Tu fol i thash unë derisa i thash vllajti paske para se me hyke ferma kontratën e paske firmos me emrin Vanesa poshtë. Se s'ka mundësi ditën e parë që ti hy këtu super i dashuruar me këtë gocën këtë farfeje. Erdhën pasaj të dy, e besova relacionin. Normal. E besova relacionin, ai shumë se i thash, unë do jem buroja juj. E pash relacionin, shumë nga ana asaj se sa i këti, dhe ashtu ndodhi. Prajmin e 6 kur ishte, kam nevoj për qetësi dhe ndales. Edhe la gocën si pyk aty. Ngeli ajo. Unë i thash Vanesës, pse unë i thash se vetëm nuk ja del dot, këtu pa dashuri vdes. Edhe ajo vërtet u kthy. Vetë mos do i thash, punë e madhe, sa tjetë këtu në fermë, duja dhe kaq. Ajo nuk e ka bërë këtë gjë se ja ke thënë ti, ajo është e dashuruar vërtet me atë. Dhe kaq, se bën për lojë ajo. Ky i ka shfrytzuar për lojë. Ajo ka qenë personi më i vërtet që ti do ta kosh këtu brenda në fermë. Nëse gjithë japin 20, 30, 25, nuk ishte gasmu se ajo kthente përgjigjen. Nuk ngacmonte ajo. Jo, ngacmonte tash, të erdhi i dashur. E pash sa... S'është ngacmuar tani. Po, ajo ishte dashur, ashtu kishte dhe dashur. E bëte me shaka. U pa qartë sa e vujti ikjen e Vanesës kur fuste kofshën e pulës aty në tavolinë të sofrës Ariut, mas prajmit. Gjithë lezet e tu Muza, Sara, rregulloni mikrofonët. Zbute zërin se dhe ti na duhesh. Tu fut kofshën e pulës tu provu i 100 pjata. Nga dhimja madhe. E pam sa e vujti. Për qafim më falso që i ka dhënë Vanesës, kur ka dalë Vanesa, s'kam parë një dhënë time. Po mos e hap më temën e Vanesës. Tu shtrëngu ka pak të syve se s'po i dilte pikloti. E them aktori dështum. Këtë se dim se Soni thotë që...
për zanatin, ja them për realitetin që kam pak du me Vanesën. Po Soni thot që e ka parë duke qarë. Soni tha që ka qenë shumë i prekur. Po, shumë i Kur prekur. ka qenë aq afër. Ku, në prime apo mas prime? Në prime. Në prime. I shtrëngoj mo sytë mo, i përcëlloj, i dojgji, u kontraktu, nuk di që të them, dhe sa i doli pika lotit. Ik. Pa e maroj nesër dërzo mandatin edhe bo gati për sfidi, thash. Vrapor se e ke gjunin pupull. Je bo... Ju regullu minisku me javë. Pime se për atë... Nuk ka miniska i. Po e kanë thënë doktori, more. Doktori. Ma sjeli këtu eksperti ta shofun, të firmos nga doktori që ka minisk këthyma i. Po e ka thënë, more, programi. E ka thënë produksioni, kush ishte diagnoza. Aman ti tani, aman. Man. Minisku thyme, di që do të thot jetë bëhet gjuni kaq. Ere, jare bitri shtri nga dhimjet. Filloj të vrapu fushave, si lepur. Bëj tani sfidat gati, valigjen edhe hajtë në dhe mirë, shko. Shohim pasaj do të atakoj apo jo Vanesë moj. Gjitha i loj suspensioni, tu s'ke pari që pari, fiu. Harroj që ishte me paterica 3 ditë për para. Tu i bo dhe qep me kryp, harromit. U atë janë bërë atë. Po, hikarë të vesh. Më pas ka respektu, se të thatë, unë të kam respektu më shumë se shduhet. Tim ka respektu mu. E pash respektin tatë. Kam thënë me mio. Kam thënë me mio. Po prisa ti bëj një, si thohet, rewind. Ha? Një kështu rikujtim. Sa ti bëj një rikujtim gjonave, se unë s'mere me... Po ti bëj një rikujtim episodeve. Ngjarje. Po, edhe ti ketë në prime kështu seri, pasaj ti arreshtoj. Sa ti bëj një refresh. Me që do mua bet. Ja, po me argumente ati si që shtek. Sa se kom logarit fare. As, qa është, as ku është. Po më duket që... Nuk e me përkeqe. Jo, unë kam të jeta gjëra që tash do t'y në lartë. Do t'ja them në këti. Thushje nga fillimi, se zi gjenerojt që shkullat me gjëra do Unë gjëra që mendoj, nuk them asgjë. Sepse mua merr një shparë dhe më tha, pse më e larguar kaq shumë, pse më ftoi. Dhe mua. E thash, sa më larguar as nuk jam ftoi. S'kam bërë, s'kam qenë kurrë aq afër, domethënë kam qenë prej Vanesës. Më kupton? Unë thash atë faktin e ndryshimit etj edhe për faktin e... Unë s'do ta bëj fare si diskutim, sepse s'mund të më pyesësh çdo 2 ditë. Jago është papagalli i Xhafarit. Jago. Kujt? Mami, që a i tha? Ati, aktorit. Ku e qiti? E të pëlqeu. Jago. Mami, më dhe. Ditë e fundit që kur folëm të lavandit, filloj të më rrim të afër. Po afër në kuptimin, unë ti e shef që nuk jam në ato persona që duhet përqafojnë të puthem, po nos këtu. Dhe po e bën të enkas që të pozicionosh me mua, që ty të më largohesh nga ju. Po. Këto nuk janë lojra, thonë, nuk janë pas gjuar. E pari se kuptoj. Tani mua mos më pyet çdo 2 ditë. Çfarë po ndodh, e kupton? S'ta thash herë para 2 ditësh. Ka lojë pra. Ky është problemi pra. Ai tani është ndjet i humbur sepse s'është Vanesa edhe po më do gjej tarine të reja. Nuk të duket pak që rinë shumë afër me atë gocë. Ajo është gocë shumë mirë. Po, e kam pa. Shumë mirë, po e mbaj shumë afër se më pëlqen si është e gatuar. Por afrimiteti ati me atë më duket i pavënd. Kaq. Duke ditur si është ajo jashtë.
Se Bose ja prisha vaktin. Kam vëre. Po çfarë them? Nuk do t'ja mend. Edhe nuk dua nxjerrë këtë gocën keq se kjo është shkruaj s'ka. Jo, kjo është gotë shumë mirë. Po pa. Po prandaj edhe s'po. Ja prisha? Jo. Pikjat. Din këto sheve. Gjithsesi ne kishim qarë Flint. A e more Flinti? Ta kam thënë s'ka bërë me të ndafilat. Nuk ta kam thënë. Ua, ato ishte pa parë ajo. Ta thash E kam shumë të turbët se ishte ngjarje pa besueshme ajo. Si morëm ne ato Flit në Varakë? Çfarë bëj me këto të Se ishte ndafilat? lëndë tjetër. Për çfarë? Po pra çunave. Sa kam thënë këtë unë ty? Jo. Shumë gjëra s'më këtë thënë ti mua, po Po ecim. se nuk jam njeri që për Jo, të. mirë. Ecim. Tavolina plot me trëndafilat mas prajmit, me darkën. Sa e këtë. Si ajo, zot. Jo, kjo është e bukur. Kjo është sken teatr kështu, teatr nuk di s'to the. Edhe tu mbledh pjatat e ushqimeve të nesërmen. Edhe ishin këto trëndafilat roz, mrekulli e vërtet. Një mrekulli e vërtet. Një mrekulli e vërtet. Pa erë, dukeshin si falso, A është bukura por ishte? shumë të bukura. Edhe vjen Jago, edhe Se çuni. vjen Jago dhe më thot, baba, gjithë të lule, gjithë të trëndafila, ku ti qojmë qatë bëjmë? Të betohem, a? Edhe unë e pash kështu. Edhe i thash, si më qatë bësh, i thash? Po shikoj ke gjithat lule aty. Edhe i kapa, qa ishin një 4-5 vazo, i edhe i bëra një buqet. I thash, na, mera, i jepja, i thash, lules, me që s'po di qatë bosh me trëndafilat. Tash një amodhe. Ngeli si pem, i pa, i mori, ju afru, edhe ajo e përqafoj e shkreta. Edhe kjo e përqafoj, unë isha si që shmoza. E përqafoj, më pa, nga ana tjetër, se ajo kishte kokën këtu. Edhe i mori trëndafilat i thiu në dysh, të më pa mu. Është Jago më po të them. Si i thyu më? I thiu, buqetin që i dhash, unë e thiu në dysh. Nuk ja dha sa, ja? Jo, nuk e dha, jo, e përqafoj Ja kështu. tregoj për ta pa, po se dha. Jo, me nuk nuk ja tregoj, e kupton, se ati i dogji fakti që Që nuk e kishe menduar. Që unë i vura në duke një gjë. Që të mund ta kishe menduar ai Si mund vet. të dosh ti për trëndafilat, ku ti qojmë të trëndafila? Tu pas dashnin aty. Që ose unë jam kaq i dashurum, sa der pikën e lotit kaq, kur më hikën dikush, unë duhet mendoj më përpara që këtë njeri ta bëj lumtur, jo, se lotët nuk bëjnë punë kur dikush del, ose kur diçka mbaron. Puna është ta bëj të lumtur përpara këtë gjë. Po s'ka tru me e bë, se ka këtu. Kaq, kjo ka qenë skena. Edhe erdhi keq që pse ma tha ky. Thyrje trëndafilash. Me atë në krah, ishte kështu, them, teatr i niveleve, edhe unë ja bëra kështu. Bravo. Bravo. Vje, mu flet për Vanesën ai. Po leni më Vanesën, Vanesa është në Terezin e Vanesa vetë, ka qenë pjesë e super kësaj duper gjëje gocë. dhe do jetë pjesë e kësaj gjëje. Po mirë Në qoftë pra, se flas e kam gjatë. e di këtë. Okej. Ti e di që unë e di Dhe këtë. ai e ka përdor. Si në fillim, si në mes, si kur hiku. Tu fillu që nga zgërdhirjet e derke lodhin zet që kur doli. Po pra, pa i mendon që ti ke dhënë këshilla. Jo, Unë se ka Vanesës, bërë. Ta ka asnjëherë. thënë ty këtë? Po nuk e ka bërë. E pra. Nuk e ka bërë sepse unë kam qenë aty, edhe ai ka Unë jam dhënë qenë qilla shumë i rezervuar. Ja thënë shpresoj Ai mos ka ngelesh e shgënjyja një Po. ditë, vetëm kaq. Ai ka Edhe folë ka më shumë me mua se ne kemi pas të njëjtin hall, se sa ka folë me Vanesën, edhe unë edhe ai për këtë gjë. Plus që Vanesa është një gocë e rritur, shumë e zgjuar, nuk ka nevojë edhe nuk ka pas kur asnjë- nevojë dhe asnjëherë për si kam asnjëri nga ne. Ajo i Dhe ka marrë asnjëherë si kam vendimet, folë. madje nëse do ta dish ti edhe ai, domethënë në këtë sens, të vërtetën, unë kam qenë e pare që i kam thënë mos e bëj. Nuk kam qenë fare dakord.
dhe ajo ka zgjedhur të vazhdojë me atë gjë që ajo donte. Edhe unë i kam thënë të të Shkjetja vet. Prandaj Ajo ka, do të thënë nuk Edhe unë ka kam thënë të prandaj rriqe. nuk i kam ndërhyr. influencohet. Prandaj nuk i kam ndërhyr. Edhe unë i kam thënë të rriqe Ajo e nga ka- kjo gjëja e kur ndjen ai nuk vërtet. mori vendim. Që vetëm dhe njeri pastaj këtu nuk që kam ndjen ndërhyrë vërtet. më kurrë në historinë Asnjëri atyre, tjetër. Fare. sepse jo, edhe kur ajo më fliste, e kuptoj shumë qartë azi që unë nuk isha pjesë as të detajeve, as të diskutimeve dhe i kam dënjur larg kësaj gjës, sepse punët e mia dhe punët e tyre fundja fundit. Kur s'kam fol as me atë, Asnjëherë. as me këtë. Me që ma hapi sot, po e hapi. Unë i kam, dhe çfarë Ai të rastësie, hapë se ma ka hapë dhe mu këtë muhabet, sepse më tha që ti ke shkuar te Vanessa, më duket, apo te ai dhe Ka ke... Vanessa te mu gjithmonë. Edhe ke dhënë Nuk këshilla, kam kjo shku është ide. asnjëherë unë te Vanessa. Ka ardhur gjithmonë Vanessa ato 2-3 herë. se e ka te mu, vlerësuar gjithmonë Dhe për mendimin. të kërkuar një këshill ose një mendim. Dhe pra- kishte hallin që pse ne të dy nuk flisnim. Dhe i thash unë do vi një ditë që unë me atë do sqarohem. Se kur është po bëje tani? Jo, nuk e bëj dot tani. Nuk e bëj dot sepse i thash më erdhi më tha të flasim, sa isha atë që tregova, sa isha zgjuar, kërkova e kërkova, më tha leje fare se s'ka rëndësi. A tha Vanessa kështu pas ka thënë? Po i thash shumë tha. Dhe rastësia Edhe, që në është atë që unë moment, ja kam s'kisha thënë çfarë flisja më. Vanessës disa gjëra, disa mendimet mia, normalisht me mënyrën se si flisnim ne, ditën që Vanessa doli. Kemi qenë ulur aty tek Karriget, përpara Koltuqet, përpara se të iknim në Prime tek Arena. Dhe i kam thënë 2-3 gjëra që i thash mos e lejo Po aq këtë. me mos e 2-3 lejo. gjëra i kam thënë dhe unë. Por sa me herë që ka ardhur. shumë delikatesë Me shumë delikatesë, s'kam dashur ajo ta ishte dhe është një njeri që preket shumë shpejt, edhe i ndjen të gjitha, dhe unë jam shumë e sigurt që ne të dyve na ka ndjerë shumë, dhe që çdo mendim tonin e merrte shumë seriozisht dhe nuk doja kurse si t'i ndikoja asaj në ndjenjat e veta. Pra, perspektiva ime është perspektiva ime shumë e ftohtë, dhe kur njeriu fut edhe emocion brenda është pak më ndryshe, kështu që Ka shkuar asnjëherë. po nuk e ka ardhur di dhe gjithmonë. unë. Se Kur ka pas më ka nevojë, thënë. i Po po, që ti nuk i shkon e di shumë mirë. Dhe ja kam thënë. Kur ka qenë nevoja i kam thënë të ta them troç, po ma thuaj, edhe i kam thënë gjën troç. Siç kur kemi qenë ke dera korridorit ke grimi, ku kam qenë tupi cigare, ka ardhur, kemi fol, edhe i kam thënë shpresoj një ditë mos zgënjehesh nga gjithë kjo gjë. Kaq dhe atë natë ka dalë. Po. Këtë gjëja kam thënë edhe unë. Atëherë, çfarë po flas? Ditën para. Jo, Po ajo e dinte që s'ishte kjo gjë, po kishte dëshirë. Jo, ajo se Jo. dinte. Ajo se Ajo di. dinte që kishte diçka që nuk shkonte, po atë e do me vërtet. Po. Ose nuk e pranon. Jo, ajo e do me vërtet. E do me gjithë me shpirt. çdo kusht. Po. Është për kufizimi i qartë. Dhe në qoftë se vetë ajo sakrifikohet. Ose Si që bërë. Kemi qenë bashkë ne të dy duke i folur, që ishte sapo ishte larguar, edhe ajo po vuante shumë, edhe ishim fut mes dhe personat të tjerë dhe situatat të tjera, ne të dy i thamë, bëjnë 2 hapa. Unë e pare është bëj 2 hapa mbrapsh dhe shive pak në largë situatën, sepse je aty brenda edhe jenë vorbull dhe nuk e di më qa po ndodhë. Ashtu s'ka ka ndodhë gjithë. Po hajde pranoja. bie tjetri merr krevatin kur ka nevojë se i vritet gjuni, Mimoza, rregullo i mikrofonin. shëroi gjuni fiu nga ona tjetër. Uam, pas ka rënë fare mikrofoni, sa mirë ke këto gjërat Ndërkohë që i erotike, s'kam guadi krevati bosh 10 flemet. Hajde to budalliqe. Shërbim nevoje quhet. Si misi? Qa visha? Sami qa? Ua, ku arriti. Dëgjoj se Po ti bëj një vresh tani se du t'i kem kështu të merr rreshtuar. laps, doj laps buskuqi edhe ti shkruaj gjithë Jo, ato. jo, i maj me, po thjesht ti vej në kronologji. Po. Edhe ti shkurtoj ca gjëra dhe jam në rregull. Kronologjia E ja. bëgate. Po. Ajde lirë. Ashtu e do në prajme, O lirë. që ose o hapet lirë, tema. Me këto. Nuk e do me fjalë gjata. E tregoj unë pjata dhe ti kur ti fluturoj tepsia. O, zot, boll, me këtë mohabet. Shiko, ai nuk e kupton çat mirë e ke bërë me qepën. Kjo tjetër.
Shumë seriozisht. Kur mendoj që i kam parë të gjitha nga ty, ti më surprizon gjithmonë dhe kjo është gjë pozitive. Dgjoj, unë ti me vrarë, dhe më bëj njëri qepën, po ju nuk e dini që ajo i ka shpëtuar, lëri u Limerja. Ai erdhi, po ajo i iku dhimbja, se ai se ulte dot nga dhimbja, kishte qepa të hiq dhimbjen e padurueshme. Edhe krypa ta pjek. Do me thonë, mu qa kisha me lirin të gjitha mu fshin, kur kam hëngër supën e parë të purës dhe shkova në tualetë dhe u çbllokova. Kupton dhe që Njeriu nuk i harron këto gjëra, se këto janë substanciale. Që më duhen mua llafe përpara shëndetit. Ai hoqi dhimbjen e gjurit, ky vazhdo me këto bdallalliqe. Ajo shëndeti është e para, gjitha llafet i merrera. Aty tregon njeriu ke shëndeti. A funksionon? Funksionon ke shëndeti. Shenja dat. Ore, e kupton ti që çdo dije në fund fare kur printohet është çfarë lëm mbi shëndetin e njerëzve. Bëjnë filozofi këto sa dush. Njerëzit vdesin nga kanceri, vdesin nga duani, vdesin nga diabeti. Punë e madhe fort për filozofi dhe llafet e bukura. Shko atje. Po kur të vdes shpirti dhe ndjenja, në çfarë do bësh pastaj me diabetin? Buk tani, as kishte as kancer, as diabet, as i gjë. Ore, se që janë ca gjëra shumë çuditshme në hapësirë, kështu që liri le të flasi çfarë doj për mua. A shkojmë në tualet unë masi haj supën e këtij për bukuri. Punë më dhe fort, fol çfarë dush liri, aq më bon. Rregulloj gjuhën. Ka rrodhe gjithë me bizele. I can't. Jela to e përmend, nam, sa tha ajo se Se ka provuar, prandaj kur ta provoj. Aty u thima dysh tak. Aty sa kjo boka gjell thashun. Edhe më kujtua ajo e shpreha e këtij timi, tha, vetëm Shqipëri, tha, kam pak gra që din me boj gjell kështu dhe s'kan burra, tha. Ke ne, tha, si le njeri me ran tokë, se femrat tona, tha, zgatojnë fare, tha. Të dish me boj gjell. Po edhe mua s'ka lënë njeri me ran Me tokë. ran tokë. Edhe po të ranë që ki Polonin aty që s'le me ram tokë femër që di me gatu. Qa fletë? O sa keq ma ka qitë gjumin. A i bin të dy brima ndryshme, edhe s'po di ku me fokusu, të cila vrim. Bë një vrim tonë, të një vrim. Në ujë? Diqa dha, kam dhimja. Sa i vure qepën ti me krip, pushoj dhimja. Nuk përmend gjëra. Jo, po njeriu që aty e kupton kush është tjetri, që ngrihet bëj qep me krip që qelbesh ta bësh atë, se bë njeri, se bë gruaja për burrin, se thot mbi erë. Edhe ngrihet